Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Holanda mbështet integrimin sa më parë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rob Jetten thotë se Shqipëria është një partner strategjik kyç i Holandës në Ballkanin Perëndimor, me të cilën ka bashkëpunim të ngushtë në fushën e sigurisë dhe në ekonomi. Kryeministri holandez ja ka përcjellë këtë qendrim me shefin e qeverisë shqiptare Edi Rama në një bisedë telefonike me të. Holanda mbështet anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi një telefonat me kryeministrin e ri të Holandës Rob Jetten. Biseda është zbuluar nga Jetten, i cili shkruan se Shqipëria për Holandën është një partner strategjik në Ballkanin Perëndimor. Pata një telefonat të parë të këndshme me kryeministrin Edi Rama të Shqipërisë, një partner strategjik kyç në Ballkanin Perëndimor, si për Holandën, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Folëm se si Shqipëria po ndërmerr hapa të rëndësishëm për të përmbushur kriteret për procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Pres me padurim të takohem me kryeministrin Rama në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor në qershor. Jetten vlerëson bashkëpunimin në fushat ekonomike dhe të sigurisë, ndërsa zbulon se Holanda është e interesuar edhe për marrëveshje të reja. Lidhjet tona ekonomike dhe bashkëpunimi në fushën e sigurisë janë tashmë të forta. Diskutuan për mundësitë për zgjerimin e mëtejshëm të partneritetit ton, për shembull në infrastrukturë dhe turizëm. Dalemi tani te një nga zhvillimet më të rëndësishme sot në Kosovë. Gjykata themelore e Prishtinës ka dhënë vendimin për 3 serbët e akuzuar për sulmin terrorist të Banjskës. Burgim të përjetshëm për Blagoje Spasojević dhe Vladimir Tolić, ndërsa për Dušan Maksimović togat e zeza vendosën 30 vite burgim. Prokuroria i quajti këtë një nga rastet më komplekse, ndërsa tha se çështja mbyllet me dorëzimin dhe gjykimin e Milan Radojčić i strehuar nga Beogradi. Pas lajmit, lista serbe u largua nga kuvendi. Burgim të përjetshëm për 2 serbët, Blagoje Spasojević dhe Vladimir Tolić, ndërsa për Dušan Maksimović, gjykata themelore e Prishtinës vendosi 30 vite burgim për sulmin terrorist të Banjskës në 24 shtator të vitit 2023. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Vladimir Tolić e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Gjykatësi nga Njimarni i shpalli të 3 fajtorë, duke thënë se qëllimi i grupit armatosur në Banjsk ishte destabilizimi i strukturave themelore të Kosovës dhe tentativa për të shkëputur pjesën veriore të territorit dhe për t'ia bashkuar atë Serbisë. Prokurori i rastit Naima Bazi tha se vendimi është i mangët, pasi në të nuk është përfshirë dhe pjesa tjetër e të akuzuarve, mes të cilëve edhe Milan Radojčić, por e cilësoi rastin një nga më komplekset në Kosovë. Sipas tij, vendimi i sotëm është mesazh për çdo që tenton të kryejë vepra të tilla. Vendimi i gjykatës themelore të Prishtinës është përshëndetur nga politika në vend, por jo nga përfaqësuesit e listës serbe. Teksa deputetët e legjislacionit të 10 ngrihen në këmbë për ta duartrokitur këtë moment, serbët largohen nga kuvendi. Në total, për rastin Banjska, prokuroria ka akuzuar 45 serb, ndërsa Milan Radojčić është konsideruar si koka e aksionit. Ai ndodhet në Serbi dhe ndaj tij autoritetet e drejtësisë në Beograd nuk kanë ngritur asnjë akuzë dhe as nuk i janë përgjigjur thirrjeve të ndërkombëtarëve për dorëzimin e tij. Sipas akuzës, ai ka siguruar të ardhurat përmes një grupi të strukturuar për t'i përdorur për armatim, logjistik dhe financim të pjesëtarëve me qëllim kryerjen e veprave terroriste. Të 3 të dënuarit janë deklaruar të pafajshëm në qëndrimet e tyre. Gjatë sulmit terrorist, 24 shtatori 2023, mbeti i vrarë Shteri Afrim Bunjaku dhe të plagosur 4 policë të tjerë. Sot në Kosovë është ditë zije kombëtare në nderim të akademikut Recep Qosja. Hollin e Kuvendit të Republikës Kosovës ka nisur që prej paraditës së sot me omazhet përkujtimore në nderim të jetës dhe veprës së tij. Në tavolinë është vendosur libri i zis për gjithë qytetarët që duan të shprehin respektin dhe ngushëllimet e tyre. Ky aktivitet organizohet për të nderuar kontributin e tij të gjerë në gjuhësinë, letërsinë, mendim kritik dhe jetën publike shqiptare si një nga figurat më të rëndësishme të kulturës dhe dijes në hapësirën tonë. Akademiku, shkrimtari dhe kritiku letrar shqiptar Recep Qosja vdiq të enjten në moshën 90 vjeçare. Familja shkroi se Qosja vdiq dhe u varros të enjten në një ceremoni private familjare sipas amanetit të tij.
Po sot, Kuvendi i Kosovës në një seancë të posaçme shpreu nderime për figurën e Eliot Engel dhe ndihmën që ai dha Kosovës në kohë lufte dhe paqeje. Me kërkesë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në seancën përkujtimore për kryetarin e Komisionit për punë të jashtme në dhomën e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u dha vlerësime për njeriun profet që paralajmëroi sulmet e NATO-s mbi Serbinë. Engel ndroi jetë më 10 prill. Nderim për figurën e Eliot Engel dhe ndihmën që ai dha Kosovës në luftë dhe paqe. Kuvendi në Prishtinë, me kërkesë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, mbajti një seancë përkujtimore për kryetarin e Komisionit për punë të jashtme në dhomën e përfaqësuesve të SBA-ve dhe njeriut profet që paralajmëroi sulmet e NATO-s mbi Serbinë. Ju lutem që të ngrihemi në këmbë me 1 minutë heshtje të nderojmë kongresmenin amerikan Eliot Engel. Engel ndroi jetë më 10 prill në moshën 79 vjeçare. Pranë portretit të tij, të vendosur ngjitur me foltorin e kuvendit, sjell në sallë nga deputeti Besnik Tahiri, ai tha se mirënjohja për miq që na kanë ndihmuar është një nga virtytet më të mira që kemi, duke falendëruar Engel si politikanin që u bë më shqiptar se shqiptarët. Rruga jonë e drejtë për liri e pavarësi dihet është ndërtu me shumë sakrifica, mbi sakrificën e popullit tonë, por edhe mbi mbështetjen e fuqishme të miqve tonë të botës lirë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë histori, kongresmeni Engel e zën vendin e vet të veçantë. Kryeministri Kurti e kujtoi si zërin e Kosovës kur ajo kishte më shumë nevojë, ndërsa ushtruesi e detyrës presidentes Albulena Haxhiu si njeriu që la gjurmë të pashlyera në historinë e Kosovës. Kosova i ka vënë emrin një autostrade në nder të Engelit dhe madje ka lëshuar një pull postare me imazhin e tij. Ngjarje të tilla kujtojnë edhe një herë sa e lidhur është historia e Kosovës me SBA-t dhe sa të rëndësishme janë marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Ftoj si gjithmonë me kënaqësi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, një nga njohësit më të mirë të zhvillimeve rajonale, Adri Nurellari. Adri, të përshëndes, kënaqësi, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Fillimisht do doja një koment në orën 15 e pak minuta është dhënë edhe vendimi nga togat e zeza për 3 serbët e akuzuar për sulmin terrorist të Banjskës, 2 burgimet përjetshme dhe për serbin e tretë 30 vite. Ke një koment për këtë ngjarje që tronditi Kosovën fakt rreth 3 vite më parë? Absolutisht që ndëshkimi është i qartë dhe besoj që është proporcional krahasuar me vrasjen e policit dhe me qëllimet, plagosjen e policëve të tjerë dhe me përplasjen e armatosur dhe qëllimet oguzeza të nivelit terrorist, po themi, që synohej nga ky veprim, kështu që besoj se është edhe vendosje standard për raste të ngjashme të ardhmen dhe është dërguar një sinjal parandalues që Kosova nuk do toleroj këto tentativa që synojnë cënimin e integritetit territorial edhe të stabilitetit të brendshëm të vendit. Dhe mendoj se ky vendim ka efekt jo vetëm për të përmbushur një plagë që ka ngelur, një traumë që ka ngelur prej ngjarjes, por edhe për të projektuar para partnerëve ndërkombëtar që Kosova në këtë aspekt qëndron si test, domethënë qëndron e bashkuar edhe nuk do të rriqet prapa për të zbatuar ligjin, kështu që shikoj si një dënim që provon dhe forcon shtetin dhe konsolidon atë. Ndërkohë që drejtësia në Kosovë vendos standarde për raste të tilla shumë të rëndësishme për çështjet sigurisë së Republikës Kosovës, nuk mund të themi që standarde ka vendosur edhe politika atje. Po shikoja sot të dy seancat e Kuvendit të Kosovës dhe seanca e parë që përkonte me homazhet për Eliot Engel, po dhe seanca tjetër ku janë në diskutim disa projekt ligje. Po ashtu deklaratat e deputetëve të këtij legjislacioni për çështjen e kreut të ri të shtetit. Nuk ka lëvizje nga qëndrimet, ndërkohë që afati gjykatës kushtetuese përfundon me datë 28 prill. Po shkon Kosova në zgjedhje? Po, absolutisht. Kurti nuk kërkoi kur konsensus, por ai duke qartë që kërkonte një kontroll institucional përmes një president të varur, të telekomanduar. Gjithë këto ditë edhe ky shans që dha gjykata kushtetuese për ta shtyrë afatin edhe për të dhënë më shumë ditë për të zgjidhur
për të zgjidhur krizën e presidentit, ishte thjesht një teatr politik i Kurtit për ta zhvendosur fajin te opozita. Dhe kriza nuk u menaxhua për përdorur si instrument për të çuar vendin në zgjedhjet e reja dhe për të siguruar Kurtit profilin e presidentit që ai donte, që është Alburena Axhiu, një ndër njerëzit më besnik dhe më të bindur të tij. Kemi parë vitin e kaluar që e ka përdorur si instrument edhe për krizën e kuvendit, duke kandiduar 47 herë, pra e shikon si një lloj zgjatim të pushtetit të tij në fakt. Dhe është për të ardhur keq sepse kriza dhe kostoja, po themi, është e jashtëzakonshme, por thelbi kryesor është që zoti Kurti nuk donte një president konsensual, por donte një president që ishte e varur dhe kontrolluar prej tij dhe nëpërmjet presidentit shtinte në dorë kontrollin e institucioneve të tjera. Pra, i qëndroi besnik parimit jo negociata vetvendosje dhe vendosi vetë që ta çojë vendin në krizet e reja në mënyrë që të ketë 6 muaj kohë me një president që i bindet plotësisht sy mbyllurazi verbër udhëzime, kërkesave dhe interesave të tij. Dhe kështu filloi faktikisht ende pa u tharë boja, po themi, e vendimit të gjykatës shkëlqyese dhe pa mbaruar mirë mandati i presidentes Osmani. Menjëherë presidentja në ushtruese detyre, pra në zëvendësuese, që filloi emërimet, edhe si për ironi të fatit, edhe si thua demaskim. Faktikisht emërimi i parë që e ka bërë është drejtori i AKI-s, që është Agjencia Kosovare e Inteligjencës. Po. Imagjinoni tani çfarë zelli dhe pasioni i madh për ta shtënë në dorë presidentin, në mënyrë që të vendoste në pika dhe institucione nevralgjike pikërisht njerëzit besnik të vet. Edhe njëra gjë po ndodh edhe me emërimet në diplomaci, pra duket qartë se ky ishte synimi i Kurtit, domethënë ishte një përpjekje nga njëra anë për ta maskuar të gjithën si një tentativë demek Kurti po përpiqej që seriozisht për një president konsensual, por në fakt i gjithë ishte një teatër sepse që në fillim synimi i tij ka qenë imponimi i presidentit të vetit të bindur. Do të imagjinoni që edhe Vjosa Osmani, e cila ka qenë një farë notere dhe ka qenë një bashkëpunuese shumë e ngushtë e tij, madje siç rretheu ajo vet, ishte edhe bashkëfajtore në farë mënyrë dhe bashkëmeritore nga ana tjetër për të manipuluar me data procesin zgjedhor edhe për t'i garantuar një fitore e tillë më të thellë se ajo e shkurtit të vitit kaluar, e prapse ajo si mjaftoi. Pra dhe ai si mjaftoi dhe as e kandidoi Vjosa Osmani. Që duket qartazi profili i presidentit që ai do dhe duket qartazi dëshira e tij për të kapur çdo kapilar, çdo institucion të shtetit për të kontrolluar gjithë shtetin. Dhe kjo nuk është gjë e re, është vazhdimsi e të kaluarës faktikisht, me kosto të jashtëzakonshme për Kosovën. Në të paktën perceptimin tim, pritem që këto zgjedhje, nëse ndodhin 45 ditë pas përfundimit të këtij afati, nëse nuk kanë ndonjë lëvizje kështu të jashtëzakonshme, ndonjë element deux ex machina që zbret në skenën politike në Kosovë, që mund të ndryshojë diçka, prit janë zgjedhje shumë interesante, për shkak të ndoshta futjes në lojë përsëri të zonjës Osmani, po edhe për hir të faktit që e gjithë loja politike në Kosovë ka ndodhur në sytë e qytetarëve. Ata tashmë janë sprovuar disa herë se cili ka qenë qëndrimi i politikanëve. Mendojnë se qytetarët do të reagojnë ndryshe, do të votojnë ndryshe, çfarë pritet prodhojnë këto zgjedhje? Unë do doja shumë që qytetarët të vetëdijsoheshin për koston e jashtëzakonshme, për përgjegjësinë e drejtë për drejtë, po themi, që shkakton kjo krizë, edhe për faktin që përgjegjësia është drejt për drejt, sepse në fundi shumica ka votat, por ka dhe përgjegjësinë për zgjidhje. Domethënë, shumica nuk është thjesht një numër votash, është mekanizëm për të prodhuar vendimarrje, dhe kur vendimarrja mungon, përgjegjësia bie pikërisht mbi ata që kanë mundësi faktikisht, sepse pa Kurtin presidenti nuk zgjidhet. Ai vetë nuk e zgjidh dot, por pa Kurtin nuk zgjidhet. Edhe nëse nuk zgjidhet presidenti, pra përgjegjësia dhe fatura morale kryesore është aty. Sepse mandati për qeverisje nuk është vetëm për të ushtruar pushtete, për të imponuar, por edhe detyrim për të garantuar funksionimin e institucioneve qoftë edhe me kosto. Pra dështimi për ta bërë këtë presidencë është përgjegjësi drejt për drejt e shumicës. Në fundi kush kontrollon agjendën politike, institucionet kontrollon edhe rezultatin. Nëse rezultati është krizë, atëherë përgjegjësia është pikërisht tek Kurti. Dhe kjo është problem dhe në demokraci pushteti dhe përgjegjësia janë të pandashme. Nuk mund të pretendosh kontroll dhe njëkohësisht të shmangos koston e dështimit. Prandaj në këtë aspekt fatura është aty, por fatkeqësisht për shkak të polarizimit të shoqërisë edhe ngjalljes tensioneve, edhe luajtjes me të kaluarën,
Kurti nuk e ka mbajtur të kosto elektorale, dhe kjo pa edhe në dhjetor, por besoj se ai e di mirë që në zgjedhjet e ardhshme do ketë një rezultat më të dobët se 20 dhjetorit, sepse u pa qartë se 20 dhjetori e kishte atë rezultat të thellë përkundrejt shkurtit të vitit kaluar për shkak të periudhës kohore kur u zgjodh enkas në manipulative data e zgjedhjeve, një datë kur Kosova ka më së shumti diasporë dhe më së paku banor, sepse një pjesë e mirë e banorëve shkojnë vizitojnë të afërmit e tyre dhe nuk ka mundësi të votojnë nga jashtë. Dhe ana sjelltas shumë diasporës kanë ardhur kanë votuar fizikisht me një përqindje shumë të madhe dhe kjo ka e thelluar rezultatin. Kjo që nuk do ndodhi në zgjedhjet e ardhshme, sepse diaspora ka të pamundur të vi në fillim të qershorit, në 7 qershor ku dhe mendohet se është maksimumi ku mund të bëhen zgjedhjet e ardhshme, sepse kanë pushimet verore të fëmijëve që nisin diku nga koriku dhe po ashtu edhe përqindja e banorëve që do largohen në fillim të qershorit është minimale, sepse datat e fillimit të pushimeve për fëmijët e Kosovës është 12-19 edhe familjet e kanë pamundur të lëvizin para atyre datave, kështu që kësaj radhe është e sigurt që në mungesë të diasporës masive, por edhe në mungesë edhe në pranitë të faktorit të Vjosa Osmani që mund t'i kafshojë elektoratit të Kurtit, padyshim që rezultati nuk do të jetë aq i thellë, ai do ketë të vështirë për të pasur shumicën vetë siç e pa aty në kaluar. Por këtu elementi thelbësor është që Kurti e di mirë të gjë, por nuk i intereson sepse dihet që mund shanset që ai të vejë poshtë 41 deputet edhe të përjashtohet nga procesi i zgjedhjes presidentit është minimal. Pra ai gjithmonë do mund ta bllokojë procesin dhe ai e di mirë që pa të nuk ka për të bërë presidenti, kështu që çfarë bën? Ai e di që eventualisht do duhet të hyjë në kompromis, do duhet të ndaj pushtet, do duhet të merret vesh për të zgjidhur presidenti, por ndërkaq e shfrytëzon këtë kohë të mundshme për të pasur një president ushtrues detyre që është votuar me shumicë të thjeshtë, jo me shumicë të mësuar siç kërkohet nga vendimi i gjykatës shpëtuese për qendërpranishëm, dhe me këtë president që e ka si ushtar në rresht, ndërkaq emëron pafund zyrtar të lartë në institucionet pavarur, sikur që ishte rasti i të AKI-s, diplomaci, dogana, tatime, polici, duke në ato poste që e ka pasur pamund të kontrollojë plotësisht për shkak të përçarjes dhe konkurrencës që ka pasur për pushtet me Vjosa Osmanin. Dhe mandej kur të duhet që të detyrohet pra që të bëjë një konsensus edhe të pranojë një president të ri, konsensual, ndërkaq do i ketë emëruar të gjithë zyrtarët e lartë në postet vakante që kanë ngelur deri tani dhe do ketë shumë më tepër kontroll të pushtetit dhe autoritetit në vend në nivel shumë të detajuar edhe kapilar. Kështu që dhe pastaj presidenti i ri konsensual do ketë shumë vështirë të zvendçojë këtë, sepse një pjesë e mirë e këtyre institucioneve ose agjencive të pavarura janë me mandate ose edhe vende vakane në drejtësi janë të pavarura dhe mund të shkarkohen vetëm nëse ka shkelje. Kështu që është strategjia e qartë e Kurtit. Ai këtë donte nga njëra anë të kishte si ushtrues detyre president, pra për president njëri të besuar, dhe nga ana tjetër donte edhe përpiqej që të krijonte një show, një shfaqje, një dramë, demek kinse ai ishte serioz në përpjekjet për të pasur një president konsensual dhe duke dashur t'ia verifojnë opozitës për paaftësinë e tij për ndërtuar një konsensus të gjerë. Gjithsesi, gjitha na çon prap në pikën që zgjedhjet do të mbahen, por do duhet që pa diskutim partitë politike të diskutojnë e të mlidhen për një marrëveshje në fund se ai bekuar kreu i shtetit do duhet që të zgjidhet në një moment tjetër. Ajo që dim tani for sure është fakti që Kurti po shfrytëzon kohën edhe fakti tjetër që në kryet presidencës ka një njerëz të besueshëm për të bërë lëvizjet e tij. Të falenderoj shumë Adri, kënaqësi komunikimi. Faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Ju përshëndes. Në fund, ka pasur një vizitë këtë ditë të ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në NATO, si në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd, nga ky fundit ka dhënë një mesazh të rëndësishëm për Serbinë. Mesazhi në Serbi ishte i qartë. Situata e sigurisë varet nga zgjedhja e partnerëve të duhur. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka porositur se Serbia duhet përmbahet nga bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me partnerë të rrezikshëm, duke theksuar se ardhmja strategjike e Serbisë duhet jetë rreshtuar me perëndimin. Mesazhin Whitaker ia përcolli personalisht presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë ndalesës së tij në Beograd. Serbia, as 4 vite pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, nuk i është bashkuar
shkaktuar sanksioneve që Perëndimi ka vendosur ndaj Moskës për shkak të luftës. Po ashtu, Beogradi nuk ka hequr dorë as nga lidhjet politike me përfaqësuesit e pushtetit në Rusi. Megjithatë, Whitaker tha se me Vučić ka pasur një takim konstruktiv për nisjen e asaj që quajtje pokeren marrëdhëniet mes SBA-s dhe Serbisë, duke paralajmëruar edhe një stërvitje të përbashkët mes Serbisë dhe NATO-s në maj. Për takimin, Vučić tha se me ambasadorin e SBA-s në NATO ka diskutuar për çështjet e sigurisë dhe politikës rajonale dhe për raportet mes Beogradit dhe Washingtonit. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar raportin e tyre vjetor se Ballkani Perëndimor mbetet një zonë me tensione të shtuara politike dhe ndikim të jashtëm, duke vënë në pa veçmas rolin e Rusisë në destabilizimin e rajonit. Përpara Beogradit, Whitaker u ndal në Prishtinë, nga ku dha mesazhin se SBA-ja dhe Kosova vazhdojnë të avancojnë interesat e përbashkëta të sigurisë dhe forcimit të stabilitetit rajonal. Ishte gjithçka e përgatitur për Ballkan Update për këtë javë. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al ku mund të njeni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ne pas pa kolegu Nertan Priftim me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.